Në këtë edicion do të ndiqni. Probleme infrastrukturore në Novosel të epërme, shkak punimet nga KRU Gjakova. Pas djegjes së gomave, banorët në Rezin përballen edhe me mbeturina. Doktoresha Krasniqi është rëndësishme të ketë komunikim të mirë mes mjekut dhe pacientit. Problemet infrastrukturore të shkaktuara nga punimet e KRU Gjakova kanë filluar të bëhen të shpeshta. Së fundmi banorët e rrugës Teblini në fshatin e Novoselës e epërme janë ankuar për gjendjen e rrugës, që sipas tyre rruga është në këtë gjendje pas intervenimit që KRU Gjakova bëri kur gypat shpërthyen. Në një prej rrugëve në fshatin Novosele epërme, e njohur si Teblini, gjendja e infrastrukturës rrugore paraqitet mjaft e rënduar. Në redaksin ton ka arritur një ankesë nga banorët të kësaj zone, të cilët thonë se rruga është dëmtuar si pasojë ndërhyrjeve të shpeshta nga KRU Gjakova. Sipas tij, pas këtyre ndërhyrjeve, rruga asnjëherë nuk është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Kjo situatë, sipas banorëve, po paraqet rrezik serioz si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet që qarkullojnë në këtë zonë. Banorët theksojnë se rruga ka probleme prej vitesh, me dëmtime në pjesë të ndryshme, duke bërë kalimin të vështirë, sidomos gjatë stinës së dimrit apo në periudha rreshje shiu. Gjendja e rrugës kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, në mënyrë që të sigurohet qarkullim normal dhe i sigurt për të gjithë banorët. Grumbull mbeturinash në Rezin janë kthyer në makt për qytetarët e zonës, por edhe për të tjerët. Mbeturinat e shumta përveç që krijojnë një imazh as pak të mirë për këtë pjesë të qytetit, ato po rrezikojnë edhe shëndetin publik të qytetarëve. Rezina, një zonë për të cilën shpesh flitet si hapësirë me potencial zhvillimi, po vazhdon të përballet me një realitet krejt tjetër në terren. Mbeturinat e hedhura pa kriter dhe gjurmët e gomave të djegura kanë zënë vend në një hapësirë që do të duhej të reflektonte rregull, pastërti dhe perspektiv. Kjo gjendje po dëmton rëndpamjen mjedisore të zonës dhe njëkohësisht paraqet rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë përreth. Nga pamjet e siguruara, shihen lloje të ndryshme mbeturinash, përfshirë pajisje shtëpiake dhe materiale të tjera të hedhura në mënyrë të pakontrolluar. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për këtë gjendje, pasi sipas tyre në vend që Rezina të shihet si një zonë që meriton kujdes dhe planifikim, papërgjegjësia po e kthen atë në shembull të keq të neglizhencës mjedisore. Kjo situatë kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për pastrimin e zonës dhe marrjen e masave parandaluese, në mënyrë që të ruhet mjedisi dhe shëndeti publik, si dhe të parandalohet përsëritja e rasteve të tilla në të ardhmen. Pamje të tilla jo vetëm që dëmtojnë imazhin e zonës, për ngritin edhe një shqetësim serioz për raportin që qytetarët kanë me ambientin publik. Përgjegjësia në këtë rast nuk mund të mbetet vetëm te institucionet, sepse një pjesë e madhe e fajit bie mbi vetë ata që ndotin dhe degradojnë hapësirën ku jetojnë. Frika nga stigmatizimi i grave që janë viktime dhunës në familje përkundër përpjekjeve të shumta vazhdon të jetë prezente edhe sot. Psikologe Blerina Stuja thot se gratë e sistemuar në shtëpinë e sigurt në Gjakov shumë shpesh bien prej stigmës së shoqërisë duke kërkuar përgjigje se çfarë thonë të tjerët për situatën që ato ndodhen. Stuja gjithashtu po anë se me këtë komunitet grash të gjithë duke punuar që ato të marrin jetën në duart e tyre pa menduar se çfarë thonë të tjerët. Trajtimi i viktimave të dhunës në familje është një proces i gjatë dhe kompleks që duhet të përfshijë kujdes për kujdesje dhe angazhim të ndërsjellët nga profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies sociale, si dhe institucioneve të drejtësisë. Kjo pasi ato gra gjatë qëndrimit në strehimore vazhdimisht mendojnë se si gjykon shoqëria. Psikologe Blerina Stuja nga shtëpia e sigurt në Gjakov thotë se gratë në strehimore vuajnë shumë nga stigmatizimi. Ndikojnë që ato të krijojnë, të zhvillojnë ndjenja të ndryshme si ndjenjat e fajësimit, ndjenjat e turpit, ose faktin që po gjykohen nga tjera që vetëm e kanë raportuar dhunën, lëmo pjesën tjetër të cilën ato e përjetojnë çdo ditë me frikën, me ankthin apo tensionin e brendshëm emocional të cilat ato kanë.
Ajo, duke folur për pasojat e kësaj situate, vuri theksin edhe te raportimet dhe pasojat psikologjike që mund t'i kenë ky komunitet i grave. Fillojnë me ndjenjen e friket, ndjenjen e mosbesimit, mosvlerësimit, pastaj mund të ndodhë që ato të shkojnë deri tek edhe çrregullimet e shëndetit mendor, gjë për cilën pastaj nevojitet edhe një trajtim më afatgjatë. Për shembull, në rastet kur dhuna ndodh për të parë në ato marrëdhëniet apo lidhjet bashkëtorë, ka tendenca për gratë për shkak se kanë qenë të izoluara të minimizojnë ato probleme dhe të konsiderojnë, të mundohen të mbrojnë kryesin e atij akti duke bërë në mënyrë të pavetëdijshme mbrojtjen e tyre. Pastaj në raste të tjera, të cilat mund të jenë edhe recidive, mund të jenë edhe gratë të cilat kanë edhe çrregullime të shëndetit mendor, të cilat pastaj kërkojnë një bashkëpunim më të thellë në mënyrë që më arrit një zgjidhje më mirë për to. E kur është fjala të rrimëkëmbja dhe shërimi nga stigma, Stuja thotë se ky proces kërkon kohë dhe mbështetje nga të gjitha akterët. Ofrimi kësaj mbështetje në kohë, gjë e cila ndonjëherë tek ne ndodh vonë për shkak se gratë vinë ashta me një moment më të vështirë të jetës tyre dhe e raportojnë dhunën ndoshta me vite tona, pas 10 vite apo më shumë. Momenti kur bëhet identifikimi i hershëm na ndihmon që ato me mujt mi përpunu këto përjetime dhe këto ngjarje në mënyrë që të mos rrenosen në veten e tyre dhe mes mi ndryshu trajektoren e shëndetit të tyre mendor. Në rastet, për shembull, në rastet kur bëhet ndërhyrja hershme, sidomos tek vajzat të reja të cilat hyjnë në një lidhje, momentit kur ato raportojnë dhunën për të parë është një shenjë që ato po fillojnë me identifiku faktorët rrezikues ose shenjat e para të një marrëdhënie abuzive, pastaj mësojnë ato të njohin emocionet e tyre më mirë, të menaxhojnë ato më mirë dhe të njëjtën kohë të mësojnë se çfarë është një marrëdhënie e shëndetshme edhe çfarë drejta kanë ato. E pavarësia ekonomike e këtyre grave po vlerësohet nga psikologja si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e tyre. Ato kanë një pavarësi ekonomike, çdo gjë kish shku më ndryshe për shkak se kishin fituar një lloj vetbesimi edhe kishin pa që ne mundemi me ia dalë dhe ne mundemi me menaxhu situata të ndryshme dhe nuk varen vetëm për një personi. Gjë e cila ditëve sot shpresoj që po ndryshon dhe me fitu sa më shumë pavarësi ekonomike në mënyrë që mos më qenë të varur. Fakti që gratë viktimat të dhunës në familje kërkojnë ndihmë strehimore është një hap i rëndësishëm sipas psikologës Stuja, pasi ato gra kanë filluar ta marrin jetën në dorë dhe po japin zë jetës së tyre. Aftësitë komunikuese të mjekut janë një mjet i rëndësishëm dhe efektiv për të krijuar një marrëdhënie të shëndoshme me pacientin. Mjekja familjare Liridon Krasniqi, e bazuar në përvojën e saj profesionale, thotë që një bashkëpunim korrekt përveç që bëhen njerëzor në të njëjtën kohë, rrit edhe profesionalizmin e mjekut, sepse vetëm atëherë pacienti mund të shihet i qetë për gjendjen e tij shëndetësore. Aftësitë komunikuese të mjekut janë një mjet i rëndësishëm dhe efektiv për të krijuar një marrëdhënie të shëndoshme me pacientin. Mjekja familjare Liridon Krasniqi thotë se është shumë e rëndësishme që të rritet toleranca komunikimit mjek-pacient, pasi në të njëjtën kohë përfitojnë të dytë dhe diagnostikimi bëhet më i lehtë. Komunikimit mjek-pacient dhe anasjelltash, unë sinqerisht mundohem të ofroj shumë respekt për të gjithë ata që vinë në vizitë tek ne në qendrën tonë, për të njëjtin respekt e pres edhe nga ana tjetër. Unë jam shumë e lumtur që tash mjek komunikojnë më shumë me pacient, po edhe në anën tjetër dhe pacient kanë filluar me një edukim shëndetësor ndoshta më të arsyeshëm, por besoj që pika kyçe është njerëzillaku. Ajo që ndoshta nuk duhet me humb mes nesh në çfarë do pozite qofshim. Duke u nisur nga përvoja saj profesionale dhe takimet të përditshme me pacientët, doktoresha Krasniqi thotë se mundohem t'i kuptoj edhe rastet kur pacientët janë të frustruar. Unë i kuptoj shumë mirë njerëzit me dhimbje, i kuptoj pacientët e frustruar, sepse dikush është më emocional, dikush është më i përmbajtur, po prap besoj që të qëndruarit brenda kornizave profesionale dhe etike është çelësi kryesor ose fundamental për një punë të mirëfillt.
Një raport sa profesional, aq edhe njerëzore shumë i rëndësishëm. Kjo pasi respekti që gëzojnë mjekët në shoqëri, pastaj duhet të përkthehet në profesionalizëm, shtoi doktoresha Krasniqi. Mundona që të kem respekt të ndërsjell dhe gjitha vlerësim që e marr nga masa ta kthej në të njëjtën mënyrë. Ka hapësirë për përmirësime, edhe unë besoj që ditë më të mira për sistemin shëndetësor do të vinë. Biseda mes pacientit dhe mjekut është ndërveprim thelbësor pas të gjitha dispozitave të kujdesit shëndetësor, pasi ai jep vlerë informacionit përtej pikave të zakonshme të të dhënave klinike, duke ndihmuar në krijimin e marrëdhënieve të mira ndërpersonale. Dashuria për fjalën e shkruar i ka bashkuar edhe më shumë çiftin Anton e Angelina Marku, të cilët aktualisht jetojnë në Austri, por lidhjen me Gjakovën e kanë të vazhdueshme. Përderisa shkrimtari Marku thotë se secila poezi e tij ka lënë fillimisht në duart e bashkëshortes Angelina, kjo e fundit shprehet se poezinë do më shumë, por veten e gjen edhe në prozë. Dashuria për fjalën e shkruar i ka afruar edhe më shumë çiftin Anton e Angelina Marku, të cilët jetojnë e veprojnë në Austri, por lidhjen me Gjakovën e kanë të veçantë. Teksa 21 marsi shënon ditën e poezisë, krijuesi Marku ka ndarë përvojën e tij për kohën kur ai ka filluar të merret me shkrimin e poezive. Kur kam fillu të mirë me poezi, kam qenë i vetmi në familje, edhe isha i pa konkurencë. As kush tjetër në familje nuk boton të shkruanin, fëmijët edhe të tjerët, po jo dhe të botonin. Dhe kam pas një rahati, një komoditet, sepse isha i parë dhe i vetmi. Një komfortin tënd. Ndjesha edhe i vetmuar. Kthesa madhe ndodhi kur Angelina një ditë thotë dua të shkruaj një roman. Angelina me profesion është edhe arsimtare, ka lexuar edhe shumë, edhe kishte dëshirë që të sprovohet në prozë. U tha u bë, punoj 5 vite në romanin e saj të parë, Dimri i shekullit, e botoj, edhe mu prisha i komfori, ajo rahatia e të qenurit i pa konkurencë, kështu që filloj gara. Po e mira e kësaj gare është që ne nuk bëjmë garë se kush do të botoj më shumë, po kush do të botoj më mirë, kush do të shkruaj më mirë. Tutje Marku shtoi se lexuesi i parë i shkrimeve e poezive të tija është bashkëshortja Angelina, me të cilën ndajnë të njëjtin adhurim për fjalën e shkruar. Për poezinë, për prozën e shkurt, për romanin, edhe dy të kemi atë fatin që Angelina është lexuesi i parë e shkrimeve të mia para se ato të kem në botim. Edhe e njëjta është ajo që unë jam i pari që i lexoj. Ndërkaq krijuesi Angelina Marku ndonë se gjen më shumë veten në prozë, ajo ka bërë të ditur se e rëndësishme për të është që lexuesi të bashkëndjejnë qoftë të paktën edhe një fjali nga shkrimet e saj. Për mua është shumë e vlefshme dhe shumë interesante nëse dikush e lexon librin tim dhe vetëm një fjali ose vetëm një thanie prej asaj e merr. Besoj se sepse në librat e mi shkruhet kundrejt të keqes, e mira dhe e keqat që luftojnë mes vetit. Dhe kisha pas dëshirë që ai që e lexon nëse një resht e merr, do të më kishte bërë të lumtur. E shpallur nga UNESCO, Dita Botërore e Poezisë festohet çdo vit me 21 mars, me synim mbështetjen e diversitetit gjuhësor përmes shprehjes poetike, nderimin e poetëve, leximit të shkrimit dhe promovimin e botimin e poezisë në të gjithë botën. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Probleme infrastrukturore në Novosel të epërme, shkak punimet nga KRU Gjakova.
Pas djegjes së gomave, banorët në Rëzin përballen edhe me mbeturina. Doktoresha Krasniqi është rëndësishme të ketë komunikim të mirë mes mjekut dhe pacientit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.